Ne ke pas motiv shlirus, bjetese. Prandaj ne, ata o dasht me na utut, edhe prandaj edhe kem fitu, prandaj edhe ke pas guxim. Prandaj edhe ka ardhur kjo liri dhe na kanë përkrahur shtetet e tjera. Themelimi ose krijimi i ushtrisë shërbimtare të Kosovës ka ardhur pas një 100 vjeçar represioni që ka bërë Serbia ndaj popullit tonë. Domethënë, na kemi pas të burgosur, jemi kanë pa arsime, domethënë totalisht kemi qenë të shtypur. Edhe kur vjen ai moment, kur ngjallet, kur ka dalë organizata e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, është normale se pastaj ngjallet ndjenja e të gjithë popullit për me mbrojt veten, për me mbrojt. Ne, siç po thot Nasimi, kemi luftu për të drejtën tonë, për mbrojt të drejtën tonë. Dhe Miloševići tu e ditë që represionin e vazhdueshëm që ishte bërë kësaj popullate, e ka ditë që një ditë ata kanë muzgjut të tërë. Domethënë edhe ndoshta ka menuar që ai se ka ditë që për një me nuk ka pas shumë antarë të ushtrisë shërbimtare të Kosovës ose armatim të madh. Na e dim në çfarë kushte UÇK-ja ka funksionuar dhe ku e ka marrë armatimin. Me ditë të tëra kanë bërë armatim, domethënë një javë e kanë bërë armatimin prej Shqipërisë me prunë Kosovë, nuk kanë ku me ditë çfarë armatimi, se kanë kushte që dash krejnë ka me prunë. Pra, po tu e pas parasysh represionin e vazhdueshëm, ai është frigu që këta janë organizu edhe janë organizu si tërsi, domethënë pothuajse krejt populli edhe normal ka pas atë frikën. Sidoqoftë, UÇK-ja e ka kry misionin dhe unë e them vazhdimisht, UÇK-ja është projekti më i rëndësishëm dhe më unik i shqiptarve. Mos me konë UÇK-ja nuk na kish ardhur as NATO, nuk na kish ardhur as larg sot me dëshmu në Hag dhe nuk na kish ardhur që është më rëndësishmja, më sublimja, liria që e kena na sot. Me vetëm gjeta ta bëjnë krahasim vogël kështu. Nëse në punë shkon me vullnet njëri dhe tjetri shkon i detyrueshëm, as do të punohet mirë. Ai që shkon me detyrëm, as ka me mujt me bo punë efektive. Prandaj mos harroni, UÇK-ja ishte vullnet për liri, vullnet për jetën. Dërsa ushtrit serb ishin detyrim, një motiv kishin politika dhe këta ishin të detyruar. Prandaj është kon i denuar me humbje ajo fort edhe ai takim kur bëhet ballafaqimi. Prandaj e kanë pas frikën. Kanë pas motiv. Po, dhe sepse pikrisht thoshte dhe vetë kështu gjatë dëshmisë në Hag që ushtria shërbimtare e Kosovës ishte një grup njerëzish i vetë organizuar me motiv për të luftuar. Dhe Eksakt. Po Siraj generali do të vazhdoj dhe sot dëshminë e tij. Çfarë prisni, çfarë tema do të prekën sot? Mendoj që ai do të vazhdoj dhe tash varet se tu ka interesimin edhe pjesa tjetër që do i bëj pyetje, po ai do vazhdoj tregimin e tij, atë vërtetën e tij rreth asaj se çfarë ka ndodhur në Kosovë. Do të thonë për shkak se ideja ka nis pas dite dikon në ora 1, edhe ka kohë të mjaftueshme edhe mbrojtja edhe gjykata edhe prokuroria mi bë pyetje të cilat janë në interes të tyre, por ajo që është shumë e rëndësishme që që montohet narrativa e gjykatës speciale. E diçka tjetër që është komentuar është që Clark është rreth 80 vjeçar, mirë po ende i ruan shumë të freskë këta në kujtimet e tij gjitha ngjarjet që kanë ndodhur Haradinaj. Që unë e ko po prokurorin Hallin dje dhe ajo është ndër prokurorët më provokativ, unë me ato ko pas punë. Ky është ai që i patallon mos u paraqit budall. Orë të provokatorët ma provokativ dhe e kondit, atje ke biznu e kondit që ka me kalun atë ekip. Edhe pse edhe njëti trup gjykus është i njëti që më ka dhonë vendimet mume. Prandaj Halling është tepër i bezditshëm, po unë mendoj që Halling ka tesh në jo arrën e fort, po ka tesh aty ku po e demanton vetë vetën. E keni po atë hajgaren ku mundohet me çfarë ku mundohet me qita në shifashin, për gjithë që ka dollë foto me Adem Jashari dhe pse u konë shok me Adem Jashari. Po kjo të merë, po normal, po ne gjithë ishim, edhe më shkofshim konë shok, gjithë ishim me Adem Jashari, edhe për zdekur ishim me Adem Jashari, sepse Adem Jashari ishte me lirin, dhe gjithë ne ishim me lirin, pra nda ishim edhe shok me zveti, edhe pa u pohët në shtakur, edhe bashkëftar, edhe krenuam që jemi, po edhe jemi krenu edhe ku jem vra për atë qeshtje, kështu që ka këtu të keqe, po këtu veç Halling nuk e kupton. Po ja që është larkë aty që i demontojnë të dhe të tjera. Unë mendoj që trupi gjykus
ka vjetët të mjaftueshme dhe ka dëshmit të mjaftueshme të cilat erëgjojnë që pëllot narrativen të cilet ata jo vetëm këto 5 vjetë, po e në që 10 vjetë që po ndërtojnë që me shpallë si grupë përbashkët kriminal u që kënë e që do të thotë bazamentin e lirisë Kosovës, pra lirin dhe vetë shtetin. Mirë, edhe ne krenomi sigurisht me